Pra, 2 eliminime brenda natës. I preferuar i publikut, avantazhi Sonit që e merr këtë Prime, Ermiona Lekbello. Çfarë doni më nga ferma, njerëz? Më komentoni shpejt cilët mendoni ju se janë më pak të preferuarit e mbrëmjes së 5, nata e 5. 5 Prime, pra 2 javë. Pra, që nga sot e tutje, nuk e shojnë do të fermën 24/24, sepse nuk do jetë më në YouTube. Do kemi vetëm live Prime-et. Më komentoni cilët janë më pak të votuarit, më pak preferuar. Qalloj mostra jam, në modrë dhe me vetën a bitëm, se qalloj prototipi jam, nga karin kam dalër. Nuk e di se s'di kujt me i thënë mi që i kam gjajt, se s'mund tjetë njëri si mu. Prishe qefi pak si zër me e du një kod gjatë, sepse jam shumë e kujdesshme në komunikim. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk më pëlqejnë. Kjo e vërtetoj. Gjej një lloj mënyre veçantë me ja thënë edhe duhet gjithmonë që të ketë pozitivitet, mirësjellje, se unë vërtet po ja kaloj shumë mirë këtu dhe jam shumë e lumtur që jam në këtë format. Po pak kur më prishe qefi duj lloj kohe. Mendoj që Jonida duhet ta kishte kërkuar në fakt nga ana e Sonit, arsyem se Soni u hodh. Po pra, jo Soni, Jonida. Kam një Angel fol. Unë mendoj që nuk është thjesht çështje e momentit. Mendoj që, domethënë, gjërat që Soni ka thënë të tipit nuk jam si ty që bën shere apo larg qoftë jam si ty, e tregon qartë që ka diçka shumë më shumë se sa thjesht ai moment. Patjetër që mund të ishte kujdes. Po mund shqetëson mënyra se si përgjigjesh ti dhe se si flet. Hyj Malbora në këtë cikël të bisedës, atëherë mund ta përfshish. Nëse nuk je dot në gjendje pa e përfshirë Malborën, atëherë e lë. Faleminderit. Se ka që do kam reaguar ndaj këtij fenomeni këtu. Okej, do kthehemi Po thonë se kërkon falje njëra tjetrës. Nuk po marr mirë shumë fjalë. Se kemi bërë tani dhe ne këtë kërkon falje, do gërmosh ti edhe po të gënjejmë tyne, se këtë s'po e kuptoj, po vënë në dyshim fjalët tona. E kemi thënë të dyja që nuk kemi patur ndonjëherë. Në faktun porifikoja Arminën që po thoshte kërko falje, se nuk shoh diçka që duhet kërkuar falje nëse unë jam bjerë e fyer, nuk doja të bëja viktimën në mënyrë absolute. Fjalët që i tha Soni i dëgjoj gjithë Shqipëria, edhe ne këtu dhe